Athina dhe Moska shkëmbyen deklarata të ashpra gjatë ditës së dieshme pasi Kremlini reagoi ndaj vendimit të qeverisë greke për të bashkëprodhuar dhe përdorur dron detar me Ukrainën. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova e akuzoi Greqinë se po ndjek një kurs provokues dhe konfliktual kundër Rusisë. Zaharova tha se Athina ka ndërmarrë masa haptazi jo miqësore, duke kujtuar se Greqia ishte ndër vendet e para që e furnizoi Ukrainën me armë dhe municione, të cilat sipas saj përdoren për sulme ndaj civilëve në rajonet e kontrolluara nga Rusia. Ajo theksoi se Moska e konsideron si provokim të ri marrëveshjen e 17 nëntorit mes Athinës dhe Kievit për zhvillimin dhe përdorimin e mjeteve të padrejtuara detare USV, të cilat pritet të prodhohen në kantiere detare greke me teknologji të përbashkët nga të dy vendet. Sipas Zaharovës, ky hap është një tjetër akt anti-rus i perëndimit kolektiv që synon të shkaktojë disfatën e Rusisë në fushën e betejës, ndaj do të marrë përgjigjen e duhur nga ana jon. Marrëveshja nënshkruar mes kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky parashikon hapjen e një linje prodhimi të dronëve detar në Greqi. Këto mjete do të përdoren si nga ushtria ukrainase, ashtu edhe nga forcat e armatosura helene, duke shënuar një bashkëpunim të ri strategjik midis dy vendeve. Pak orë pas deklaratave të Zaharovës, burimet diplomatike të Greqisë cilësuan paralajmërimet ruse si të papranueshme. Kërcënimet ndaj shteteve sovrane hidhen automatikisht poshtë, theksuan burimet zyrtare të Athinës, duke nënvizuar se Greqia udhëhiqet në politikën e jashtme nga parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe respekti për shtetet. Po ashtu Athina theksoi se çdo vend ka të drejtën e padiskutueshme të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare, veçanërisht kur ato lidhen me çështje të sigurisë dhe energjisë. Marrëveshja mes Greqisë dhe Ukrainës garanton stabilitet dhe siguri energjetike, element thelbësor për mirëqenien e njerëzve, shtuan burimet diplomatike.